Pas restaurimit të saj është falur e premtja e parë në xhamin e Plumbit në qytetin e Shkodrës. Në fjalën e tij para besimtarëve me ftyrë Shkodrës, Imam Muhamet Sytari dha disa mesazhe të rëndësishme, ku vuri thekstin e ruajtja e fesë dhe ndalimi nga haramet. Mos me hek dorë nga tabani i jonë të dashur dhe të shtrenjtë. Mos me i prej në bezë baballarët tanë. Mos me e shit fen tonë dhe thirrjen tonë, namazin tonë, qytetarinë tonë, vëllazninë tonë, harmoninë tonë, hallalin tonë, për disa thirrje të reja bashkëkohore të cilat janë të përzier jo me haram, po me harame pa fund. Dhe këtë e dëshmojmë dhe e shohim çdo ditë. E gjithë historia e kësaj xhamie të mëndshme dhe e këtij shpirti të pastër transparent që përhapet ndër shekuj në këtë tokë dhe në këtë vend, përkufizohet me fjalën e madhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, drejtu Hazreti Ebu Bekrit në shpellën e vogël ku fshiheshin nga mushrikët idhujtarë që i ndiqnin për t'i vrarë, për t'u marrë jetën. La tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u dëshpëro se Allahu është me ne. Allahu është me ne. Po ne a jemi me Allahun? Allahu është me ne. Allah Azza wa Jall është me robin e tij. Mirë, po robi i tij ku është? I lutem Allahut Azza wa Jall me na vapër e tyre që ndjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Dhe i lutem Allahut Azza wa Jall të jetë kjo ditë një ditë dëshmie, jo thjesht një cak i një xumaje të shumë pritur, se sa një moment në cilin ne reflektojmë për të kthyer nga Zoti i jonë, për të kapur pas dritës së fesë së tij të mëndshme islame, për të mos lanë pas krave dhe pas durve historinë tonë, tabanin tonë, personazhet tonë të lavdishëm, të cilët ishin burra të mirë, e burra të drejtë, e ndoshta për sirret e lutjes së tyne ne jemi këtu ku jemi. E ndoshta për sirret e përkushtimit të tyne Allahu Azza wa Jall na ka dhënë këtë marrësi, të cilën ne e shijojmë dhe i lutemi Atij Azza wa Jall me na vapër e tyne që e ruajnë nimetin e Allahut dhe e trashëgojnë tek ata që vinë për të ruajtur e mira dhe drita e kësaj thirrje të begat islame, brez mas brezit në këtë tokë dhe në këtë vend, dhe për të trashëguar kjo harmoni dhe kjo vllazni dhe kjo frymë besimit në mesin e shqiptarëve sa të jetë jeta